Hej, ju që po më dëgjoni tani, para se të filloj këtë histori, dua t'ju pyes diçka shumë serioze. Shkruajini poshtë në komente. A besoni në fantazma? A keni pasur ndonjëherë një përvojë paranormale që s'mund ta shpjegoni? Diçka që ju ka ndodhur natën, kur keni qenë vetëm? Tregomuni, sepse historia që do t'ju tregoj sot nuk është thjesht një tregim. Është diçka që ka ndodhur vërtet, dhe pas kësaj, ju vetë do të vendosni nëse besoni apo jo. Por ju paralajmëroj, kjo që po vjen tani nuk është për zemra të dobta. Nëse e dëgjoni deri në fund, nuk do ta harroni kurrë. Pra, shkruani poshtë. A besoni, apo thjesht keni frikë të besoni? Tani, le të fillojmë. Nuk e di saktësisht se kur filloi gjithçka, por e di saktësisht se kur e kuptova që diçka ishte thellësisht gabim. Quhem Ardit. Jetoj vetëm në një apartament të vogël në katin e 3 të një pallati të vjetër në periferi të qytetit. Nuk është vend i keq. Muri i bardhë është pak i qarë, dritarja e dhomës gjumit nuk mbyllet mirë dhe ndonjëherë dëgjoj zhurmën e makinave nga rruga poshtë, por është shtëpia ime dhe deri në atë moment nuk kisha arsye të ankohesha. Gjithçka filloi 3 javë pas ditës që u shpërngula këtu. Nata e parë ishte e qetë, e dyta gjithashtu, por natën e tretë diçka ndryshoi. Isha zgjuar vonë, nuk më zinte gjumi lehtë. Kisha zakon të lexoja para se të flija, ose të shikoja diçka në telefon derisa sytë të më rëndoneshin. Por atë natë isha thjesht shtrirë në krevat, duke vështruar tavanin. Errësira e dhomës ishte e plot, e trash, e qetë. Vetëm era e lehtë që futej nga dritarja e hapur bënte një fishkëllim të vogël, pothuajse ngushëlluese. Dhe pastaj e dëgjova. Një tingull. Një tingull i vogël, i largët, por mjaft i qartë që të bëj të ngrish kokën nga jastëku. Ishte si një përshkëllim, jo e fortë, jo kërcënuese, thjesht e çuditshme, si dikush që ecën ngadalë mbi dysheme druri, por pa bërë zhurmë të plot. Vetëm ajo ndjesia e lehtë e peshës mbi dras. Ngrita pak në krevat, vështrova errësirën përpara meje. Dhoma ishte e paluhatshme, asgjë nuk lëvizte, por tingujt vazhduan. Përshkëllim, përshkëllim, përshkëllim. Vinin nga korriodh ose nga dhoma tjetër, nuk isha i sigurt, por diçka brenda meje filloi të ndihet e shqetësuar. Ndoshta është vetëm era, thash me vete. Ndoshta është dyshemeja që plas, ose tubacioni. Por tubacionet nuk ecin, dhe dyshemeja nuk bën tinguj ritmik si hapa. Unë ngrita nga krevati, zemra më filloi të rrahte pak më shpejt. Hapa disa hapa drejt derës së dhomës dhe hapa ngadalë. Korridori ishte errët, asnjë dritë, vetëm errësira që shtrihet përpara, si një gojë e hapur. Ka ndokush, thira me zë ulët. Asnjë përgjigje. Natyrisht që nuk kishte. Isha i vetëm, gjithmonë isha i vetëm. Por tingujt pushuan. Qëndrova aty, në prag, duke dëgjuar. Vetëm heshtje, e thellë, e shtypshme, si dikush që mban frymën dhe pret. Prita edhe unë. Nuk e di për sa kohë. Ndoshta 1 minutë, ndoshta 5. Pastaj u ktheva në krevat, mbylla derën dhe u futa përsëri në krevat, por nuk fjeta deri në mëngjes. Javët që pasuan, gjërat u bën më të çuditshme. Nuk ishte gjithmonë e njëjta gjë. Ndonjëherë ishte një tingull tjetër, një rrokullitje e lehtë në mur, një fishkëllim që nuk vinte nga era, një ndjesi e çuditshme, si dikush që të vështron nga brapa, por kur të kthehesh nuk ka asgjë. Por ajo që më shqetësoi më shumë ishte kjo. Gjithmonë ndodhte në të njëjtën orë. 003. Çdo natë, saktësisht në atë orë, sikur dikush kishte vendosur një alarm në botën e errët dhe kur ora binte, diçka zgjohej. Fillova të vërtetoja, vendosa orën pranë krevatit dhe prista. Natën e parë mendova se ishte rastësi, por natën e dytë e njëjta gjë.
dhe të tretën, dhe të katërtën. Ora 003. Gjithmonë. Në fillim, tingujt ishin të largët, pastaj filluan të afroheshin, jo fizikisht, por sikur bëheshin më të qartë, më të pranishëm, më reale. Një natë dëgjova diçka që më ngriu gjakun. Ishte zëri i një femre. Jo fjalë, jo thirrje, vetëm një shërtim. E butë, por aq e qartë sa e ndjeva sikur ishte pranë veshit tim. Shërtimi i gjatë, i ngadalt, si dikush që vuante por nuk mund të fliste. Unë ngrita menjëherë nga krevati. Zemra më rrithte aq fort sa e ndjeja në fyt. Ndeza llampën e vogël pranë krevatit dhe dhoma u mbush me dritë të verdh, të dobët. Asgjë. Por ajri ndjehej i ndryshëm, i ftohtë, më i rënd, sikur dikush kishte qenë aty disa sekonda më parë dhe tani sapo kishte ikur. Dola në korridor. Hapur të gjitha dritat. Kontrollova dhomën tjetër, banjën, guzhën, çdo cep, çdo vend ku dikush mund të fshihej. Asgjë. Por ndjesia mbeti, si një errësirë që nuk ik edhe kur ndizet drita, si një prani që nuk ka trup, por ka peshë. Dhe atëherë e shikova. Në pasqyrë. Isha duke u larë në lavaman, duke u përpjekur të qetësohem. Ngrita kokën dhe shikova në pasqyrën e banjës. Dhe për një moment, vetëm për një moment, pash diçka pas meje. Jo qartë, jo të plot, por aty ishte. Një hije, një formë, një siluet që nuk duhej të ishte aty. U ktheva me shpejtësi. Asgjë. Vetëm muri i bardhë. Vetëm banja ime. Vetëm unë. Por e pash. E di që e pash. Dhe atë natë kuptova diçka që s'doja ta besoja. Nuk isha i vetëm. Fillova të bëhesha paranojak. E di që t'ingëllon çmenduri, por kur je në atë gjendje, kur ndjesia që diçka s'shkon mirë nuk të lë as ditën, as natën, fillon të dushosh për gjithçka. A ishte vetëm imagjinata ime? Apo bëhesha i çmendur nga vetmia? A ishte stresi? A isha duke u smur? Por pastaj gjërat filluan të ndodhnin edhe ditën. Kisha lënë një gotë ujë mbi tavolinë para se të dilja për punë. Kur u ktheva, gota ishte në dysheme, e thyer. Copat e shpërndara në mënyrë të çuditshme, sikur dikush kishte hedhur me forcë, jo thjesht rrëzuar. Një ditë tjetër, gjeta derën e dhomës së gjumit të hapur. E kisha mbyllur, e dija me siguri. Mbyll gjithmonë derën kur dal, gjithmonë. Por ishte hapur plotësisht, si dikush që kishte hyrë dhe nuk e kishte mbyllur pas vetes. Fillova të vendos gjëra të vogla në vende strategjike, një stilolaps mbi prag, një cop letre në dysheme e vendosur pikërisht në një kënd, diçka që të më tregonte nëse dikush lëvizte. Dhe një mëngjes, letra ishte lëvizur. Jo shumë, vetëm pak, por mjaft që ta kuptoja. Dikush, ose diçka, po ecte në apartamentin tim kur nuk isha aty. Ose më keq, kur isha aty, por s'po shikoja. Vendosa të bëja një gjë që nuk e kisha bërë kur më parë. Vendosa të rria zgjuar gjithë natën, jo vetëm deri në orën 3, gjithë natën, nga mesnata deri në mëngjes. Doja të shikoja, doja të kuptoja, doja të dija nëse isha duke u çmendur, ose nëse diçka vërtet po ndodhte. Përgatita kafe të fortë, ndeza të gjitha dritat, u ula në divanin në dhomën e ndrimit, me shikimin nga korridori. Ora 23:30. Asgjë. Ora mesnat. Asgjë. Ora 1 e mesnatës. E njëjta gjë. Por rreth orës 2:45, diçka filloi të ndryshonte. Ajri u bë më i ftohtë. Jo shumë, por mjaft që ta vëreja. Frymova thellë dhe pash avullin para gojës sime, edhe pse dritarja ishte e mbyllur dhe ngrohja ishte ndezur. Zemra filloi të më rrahte në shpejt. Ndjeva djers në pëllëmba. Dhe pastaj e dëgjova përsëri. Për shkëllim,
por këtë herë ishte më afër, shumë më afër. Vinte nga dhoma ime e gjumit. Ngadalë, me frikë, u ngrita nga divani. Krevati im ishte vetëm disa metra larg. Dera ishte hapur gjysma. Drita brenda ishte ndezur, por nuk shihja gjithçka. Përshkëllim, përshkëllim, përshkëllim. Lëvizte brenda dhomës sime. Diçka po ecte ngadalë, rrotull, sikur po kërkonte diçka. Dora më dridhej. Nuk dija nëse duhej të hyja brenda ose të ikja jashtë, por këmbët nuk më dëgjonin. Trupi ishte i ngrirë. Dhe pastaj tingujt pushuan. Heshtje e plot, e tmerrshme. Qëndrova aty, duke pritur. Dhe në atë heshtje dëgjova diçka që më bëri të dëshiroja të mos kisha dëgjuar kurrë. Një frymarrje e ngadalt, e thellë, e rëndë, si dikush që po flinte thellë, ose si dikush që po përpiqej të mos bënte zhurmë, por nuk mund të ndalonte frymarrjen. Ishte brenda dhomës, ishte aty. Tani, në këtë moment, hapa një hap përpara, pastaj një tjetër. Zemra më kërcente në gjoks, zgjata dorën drejt derës dhe e shtyva ngadalë. Dera u hap plotësisht. Dhoma ishte e zbrazët. Krevati në vend, rrobat e mia të veshura mbi karrige, dritarja e mbyllur. Gjithçka saktësisht si e kisha lënë. Por ajri ishte i ngrohtë, si dikush që kishte qenë aty sapo, sikur hyni një dhomë ku dikush ka dalë para pak sekondash dhe ngrohtësia e tij ende mbetet. Dhe në atë moment e pash përsëri, në pasqyren e vogël pranë komedinës. Një hije, pas meje. U ktheva me shpejtësi. Asgjë, por e pash qartë këtë herë. Nuk ishte imagjinat, ishte një formë njerëzore, e gjatë, e hollë, në këmbë, pa lëvizur, duke më vështruar. Dhe kur u ktheva, ajo zhduku. Fillova të dridhesha, gjunjët më dobësuan, koka më urrotullua. Dola nga dhoma dhe mbyll derën me forcë. Më mbështeta shpinën nga muri i korridorit dhe rrëshqita poshtë derisa u ula në dysheme. Dhe qëndrova aty, duke dridhur, duke frymarrë me vështirësi, duke përpjekur të kuptoja se çfarë po ndodhte me mua. Por thellë brenda e dija, nuk isha i vetëm. Kurrë nuk kisha qenë i vetëm. Dikush tjetër jetonte këtu, dikush që nuk duhet të ishte, dikush që nuk ishte gjallë. Nuk fjeta fare atë natë, as natën tjetër. Kur erdhi dita, u largova nga apartamenti dhe shkova të qëndroja të një shok, por nuk i tregova asgjë. Si mund t'ja shpjegoja? Si mund t'i thoja, mos harro, unë kam një fantazëm në shtëpi? Do të mendonte që jam i çmendur. Por nuk mund të qëndroja larg për gjithmonë. Apartamenti ishte imi, kisha lidhur kontratë, kisha paguar, nuk mund të ikja thjesht. Pra, vendosa të bëja diçka tjetër, diçka që s'kisha menduar kurrë më parë. Vendosa ta pyesnja dikë që e dinte shtëpinë. Pronari i pallatit ishte një burr i moshuar, me mjekër të bardhë dhe sy të lodhur. E gjeta në zyrën e vogël që kishte në katin e parë, duke lexuar gazetë dhe pirë çaj. Dhe atëherë e pash, në kënd, pranë komedinës, një figurë femre, e gjatë, e hollë, flokët e zeza të shtrima mbi fytyrë, rrobat e bardha, të ndotur, të grisura, duart e varra poshtë, si dikush që ka humbur çdo forcë, dhe fytyrën s'mund ta shikoja qartë, por e ndjeja duke më vështruar, me një shikim që s'ishte njeri, me një shikim që ishte i zbrazët, i zi, i thellë. Pse je këtu? Përsëriti. Zemra më ndaloi. Unë jetoj këtu, arrita të them. Jo, kjo është shtëpia ime, kjo është dhoma ime, ti nuk duhet të jesh këtu. Zëri nuk ishte i natosur, por ishte i trishtuar, i lodhur, i dëshpëruar. Unë nuk dija, tham duke u dridhur. Nuk e dija që ti... Ajo u afrua, jo duke ecur, thjesht
U afrua, si kur hapësira nuk ekzistonte, si kur realiteti vetë po palosej rreth saj. Dhe kur ishte përpara meje, e pash fytyrën. Nuk ishte fytyra e plot, ishte e zbe, e bardh, me sy të mëdhenj, të hapur, por pa jetë, pa shpirt, si dikush që s'po jeton, por as nuk po vdes. Unë nuk mund të largohem, tha ajo me një zë të butë, po thuajse të përshpëritur. Nuk mundem. Ai nuk më lë. Kush nuk të lë? Ai u ngriti dorën ngadalë dhe tregoi pas meje. U ktheva dhe ajo që pash nuk mund ta përshkruaj. Nuk ka fjalë për atë që pash. Ishte një hije, por jo hije normale. Ishte diçka e madhe, e errët, e cila nuk lëvizte, por e ndjeje duke të mbuluar, sikur vetë errësira kishte marrë formë dhe po të vështronte. Dhe në atë moment u zgjova, me një thirrje, me djersë mi fytyrë, me zemrën duke me kërcyer në gjoks. Isha në krevatin tim, dhoma ishte normale, dritarja e mbyllur, asgjë nuk ishte ndryshuar, por ndjesia ishte aty, si dikush që sapo kishte ikur, si dikush që kishte qenë pranë meje disa sekonda më parë. Dhe pastaj dëgjova. Tik, tok, tik, tok. Ora. Ktheva kokën dhe shikova orën në komedin. 3:00. Nuk e di si arrita, por mblodha forcën dhe u ngrita nga krevati. Nuk mund të qëndroja më. Nuk mund të duroja më. Nuk mund të jetoja në një vend ku çdo natë diçka e tmerrshme po ndodhte. Hapa barkën, mora disa rroba, disa sende dhe vendosa t'i fus në çantë. Do të dilja, do të shkoja diku. Ku t'ishte? Në hotel, te shoku, në rrugë nëse duhej, por nuk do të qëndroja më. Por kur po mblidhja gjërat, e dëgjova përsëri. Përshkëlim, 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 nga korridori, duke ardhur drejt dhomës sime. Ngrira në vend, çanta rangadora, vështrova derën. Ajo ishte e hapur, vetëm pak, por mjaft që të shihja errësirën jashtë. Dhe në atë errësirë pash një formë. Ajo po afrohej, jo duke ecur normalisht, por duke rrëshqitur, sikur këmbët nuk preknin dyshemen, sikur ajri vet po e mbante. Dhe zëri erdhi përsëri. Pse po përpiqesh të ikësh? Nuk mund të lëvizja. Gjunjët më dridheshin, trupi nuk më dëgjonte. Ti nuk mund të ikësh, askush nuk mund të ikë. Figura u afrua më shumë. Tani e shihja më qartë. Ishte ajo, vajza, ajo që kishte jetuar këtu, ajo që kishte vdekur këtu. Por diçka në të, diçka nuk ishte e drejtë. Lëvizja e saj nuk ishte natyrore. Fytyra e saj nuk ishte vetëm e trishtuar, ishte e shtrembruar, e tmerrshme, sikur dhimbja kishte ndryshuar çdo pjesë të saj. Ti je si unë, tha jo. Ti je i vetëm, askush nuk vjen, askush nuk të shikon, askush nuk të kujton. Jo, tham me zë të thyer. Jo, unë nuk jam si ti, unë jam gjallë. Ajo ndalë përpara meje, aq afër sa mund të ndjeja të ftohtën që vinte prej saj, të ftohtën e vdekjes. Edhe unë mendova të njëjtën gjë, përshpëriti, por kur u zgjova në mes të natës dhe e pash atë, kuptova që nuk isha më. Kë? Pyetha duke dridhur. Kë e pe? Ajo ngriti dorën dhe tregoi mbas meje. U ktheva ngadalë. Dhe atje, në hije, e pash, atër që ajo kishte parë, atër që e kishte mbajtur këtu, atër që ende ishte. Ishte një burr, por jo burr normal. Ishte i çuditshëm, i shtrembruar, me trup të gjatë, me krah të gjatë, me duar të holla si deg, dhe fytyra nuk ishte fytyra, ishte diçka tjetër. Diçka që nuk mund të shihet plotësisht, por që ndjehej, sikur errësira vet kishte marrë formë njeriu, por kishte dështuar, sikur dikush kishte përpjekur të bëhej njeri,
por kishte mbetur gjysëm, dhe syt ishin të bardhë, të zbrazët, të ftohtë. Ai nuk lëviste, vetëm qëndronte atje, duke vështruar, duke pritur. Dhe atëherë kuptova. Ai nuk ishte fantazëm, jo si ajo. Ai ishte diçka më e vjetër, diçka më e keqe. Ai ishte arsyeja pse ajo kishte vdekur. Ai ishte arsyeja pse ajo nuk mund të largohej. Dhe tani po më shikonte mua. Ti e the atë, apo jo? Pyeta duke u dridhur, pa e kthyer kokën nga ai. E the kur vdiq? Vajza nuk u përgjigj me njëherë, por pastaj dëgjova një pëshërtim të lehtë. Nuk e mbaj mend, vetëm mbaj mend errësirën, vetëm mbaj mend frikën, dhe pastaj heshtjen e plot, sikur bota kishte ndaluar, dhe kur u zgjova, ai ishte aty, duke më vështruar, duke më pritur, dhe nuk më la të larg. Dhe tani je këtu, çdo natë, përsëriti ajo me zë të thyer, çdo natë në orën 03, sepse ajo ishte ora kur vdiqa, dhe ai më zgjoi, ai më mban këtu. Por pse? Pyeta me zë të dëshpëruar. Pse nuk të lë të shkosh? Ajo u kthye drejt meje, dhe për herë të parë e pash fytyrën plotësisht, dhe ajo që pash nuk ishte vetëm trishtim, ishte urrejtje. Sepse ai do dikun tjetër, tha ajo me një zë të ulët, të ftohtë. Ai gjithmonë do dikun që të jetë i ri, dikun që të vuaj, dikun që të jetë si ne. Dhe në atë moment, hija e burrit filloi të lëviz, jo shpejt, por ngadalë, duke rrëshqitur përmes errësirës, duke ardhur drejt meje, sikur koha vet po ngadalsohej. Dhe unë nuk mund të lëvizja. Nuk e di si ja arrita, por gjunjët më lëvizën. Hapa një hap mbrapa, pastaj një tjetër. Dhoma dukej sikur po zvoglohej, muret sikur po afrohen. Ajri po bëhej më i rënd, më i nxehtë, më i ngjeshur. Vajza qëndronte në vend, nuk lëviste, vetëm më vështronte me ato sy të zbrazët, të ftohtë, të dëshpëruar. Nuk mund të ikni, përsëriti me një zë që tani nuk ishte më i butë, ishte i ashpër, i inatuar, i hidhur. Askush nuk mund të iki. Unë u përpoqa me gjithë çka që kisha, por ai më rrëmbeu, më tërhoqi, dhe tani jam pjesë e tij. Burri i hije vazhdoi të afrohej, por nuk bënte zhurmë, vetëm ishte. Sikur ekzistenca e tij ishte mjaftueshme për të mbushur hapësirën me frikë. Çfarë do nga unë? Thrihta me zë të thyer. Çfarë doni nga unë? Vajza buzëqeshi, jo buzëqeshje e lumtuar, jo buzëqeshje e leftësuar, por një buzëqeshje e çuditshme, e tmerrshme, që nuk duhet të ishte në një fytyrë njeriu. Ai nuk flet, tha ajo me një zë të ulët, të ftohtë. Ai vetëm merr, dhe në atë moment ndodhi diçka që nuk e kisha pritur. Burri hije arriti pranë meje. Aq pranë sa ndjeja të ftohtën që vinte prej tij, sikur dikush kishte hapur një derë drejt dimrit të thellë. Dhe pastaj zgjati dorën. Një dorë të gjatë, të hollë, me gishta si deg, me lëkurë të çuditshme të errët, sikur ishte e djegur ose e kalbur. Dhe për një moment mendova se kjo ishte fundi. Mendova se do të më prekte, dhe kur të më prekte, do të ndodhte diçka e tmerrshme, diçka që nuk mund të kthehet. Por në atë moment dëgjova një zë tjetër. Një zë tjetër nga jashtë dhomës, një zë real, njerëzor. Ka dikush brenda, hape derën. Ishte pronari i pallatit, po trokte në derën e apartamentit, po thirrte me zë të lartë. Burri hije u ndal, dorën ende të zgjatur përpara meje, por nuk lëvizte. Vajza u kthye drejt derës,
fytyrën e ndryshuar, tani dukej e friksuar. Jo, përshpriti. Jo, ai nuk duhet të hyj, ai nuk duhet të shoh. Por zëri jashtë vazhdoi. Po hap derën ose po thras policin. Fshinjet thanë që dëgjuan thirrje. Hape! Burri hije u tërhoq pak, vetëm pak, por mjaft që unë të kisha hapësirë. Dhe pa menduar, pa u ndalur, u vërsuta. Ika nga dhoma, vrapova përmes korridorit dhe e hapa derën e apartamentit me forcë. Pronari ishte aty, me sy të çuaritun, me frymë të rënd, duke më vështruar me një shprehje shqetësimi. Çfarë ndodhi? Çfarë po bëhej brenda? Nuk u përgjigja. Vetëm rash në gjunjë, duke frymar me vështirësi, duke u dridhur, duke qarë pa zë. Ai u ul pranë meje dhe më vuri dorën në supë. Je i mirë? Fol me mua. Je i mirë? Ngrita kokën dhe e shikova. Nuk jam i mirë, tha me zë të thyer. Nuk kam qenë i mirë prej javësh, dhe nëse nuk vije ti, nuk e di çfarë do të ndodhte. Ai më ndihmoi të ngrihem, më mori nga krahu dhe më qoi jashtë nga apartamenti, në shkallë, në ajër të freskët. Dhe për herë të parë në javë, ndjeva diçka tjetër përveç frikës. Ndjeva lehtësim. Një lehtësim të vogël, por mjaft. Por kur u ktheva për të parë apartamentin, e pash. Vajza, në dritare, duke më vështruar, me një shprehje që nuk ishte më e trishtuar. Ishte i natosur, dhe buzët i lëvizën, duke formuar fjalë që nuk i dëgjova, por që i kuptova. Ti ik, por unë nuk mund, kur. Nuk u ktheva në atë apartament, as atë ditën, as ditën tjetër, as javën tjetër. Pronari e kuptoi, nuk më tha asgjë, vetëm më tha, ke të drejtë, nuk duhej të çoj atje. E dija, thellë brenda e dija, por nuk doja ta besoja. E beson tani? Pyeta. Ai nuk u përgjigj me një herë, vetëm vështroi larg në horizont me një shprehje të lodhur. Po, besoj, sepse edhe unë kam dëgjuar gjëra, kam parë gjëra dhe nuk mund t'i shpjegoj. Çfarë duhet të bëjmë? Pyeta. Nuk mund të lihet kështu. Nëse dikush tjetër hyn atje, e di, tha me zë të ulët, por nuk e di si ta ndaloj. Kam thirrur priftërinj, kam thirrur njerëz që thonë se din për këto gjëra, por askush nuk ka mundur ta pastroj. Pse? Ai u kthye dhe më vështroi, sepse ai që është atje nuk është thjesht një fantazm, është diçka tjetër, diçka më e vjetër, diçka që ka qenë atje shumë kohë para se pallati të ndërtohej, para se rruga të bëhej, madje ndoshta para se qyteti të ekzistonte. Fjalët e tij më bën të ndjeja një të ftohtë që zbriti përgjatë shpinës. Ti mendon që ai ka qenë gjithmonë atje? Nuk e di, por e di që ka ndodhur më parë, shumë herë më parë. Njerëz që zhdukën, njerëz që vdiqën pa arsye. Njerëz që u gjetën në shtëpitë e tyre, të vdekur pa asnjë shenjë se çfarë kishte ndodhur. Dhe gjithmonë ishte ora 03. Pse ajo orë? Pyeta. Çfarë ka të veçantë në atë orë? Ai ma ktheu shpinën dhe filloi të ecte ngadalë. Ora 03 quhet ora e djallit nga shumë kultura. Është momenti kur bota e të gjallëve dhe bota e të vdekurve janë më afër. Është momenti kur gjërat që nuk duhet jenë këtu, mund të jenë. Dhe ai e di këtë dhe e përdor. Qëndrova në heshtje. Nuk dija çfarë të thoja. Çfarë mund të thoja? Ti nuk do të kthehesh atje apo jo? Tha ai pa u kthyer. Jo, tha me vendosmëri. Kur? Mirë, mos u kthe. Sepse nëse kthehesh, ai do të përfundoj atë që filloi, dhe këtë herë, askush nuk do të vijë të të shpëtoj. Dhe me këto fjalë, ai iku. Kaluan javë, u zhvendosa në një vend tjetër, një apartament i vogël por i sigurt, në një pjesë tjetër të qytetit.
larg pallatit, larg asaj dome, larg asaj errësirë. Por nuk e harrova. Çdo natë kur afrohej ora 03, zgjohesha. Zemra fillonte të mrahte më shpejt. Duart më drithnin. Dhe për disa minuta, thjesht qëndroj aty duke vështruar errësirën, duke pritur të dëgjoja diçka. Por nuk ka asgjë. Vetëm heshtja, vetëm nata normale. Por ndjesia nuk ikën. Si dikush që është shpëtuar nga diçka e tmerrshme, por që e di se diçka ende po pret, ende po vështron, ende po pret momentin e duhur. Dhe zëri erdhi përsëri. Ti u ktheve. Nuk ishte vajza, ishte ai, burri i hije, dhe për herë të parë e dëgjova zërin e tij qartë. Ishte i thellë, i ulët, i ftohtë, si dikush që nuk ka folur për shekuj dhe tani fjalët dilnin si një pshërtim nga thellësia. Ti u ktheve. Pse? Nuk u përgjigja, nuk mund, goja nuk më dëgjonte, trupi ishte i ngrirë. Ti ike, por nuk harrove. Ti mendon për mua çdo natë. Ishte e vërtet, çdo natë e njëjtë. Ti je si ajo. Ti je i vetëm. Ti je i humbur. Jo, arrita të them me zë të thyer. Jo, unë nuk jam. Po je. Dhe tani je këtu. Dhe këtë herë nuk do të shkosh. Dhe në ato moment ndjeva diçka. Një dorë në supë, një dorë të ftohtë, të rëndë sikur donte të më mbante në vend për gjithmonë. Thirrja me gjithë forcën që kisha dhe vrapova përmes errësirës, pa e ditur ku po shkoja, duke goditur muret, duke rrëzuar gjëra, duke rënë, duke u ngritur, duke vrapuar përsëri. Arrita te dera, e hapa me forcë, dola nga korridor dhe nuk u ndala. Zbrita shkallët me vrap, dola nga pallati, vrapova në rrugë, vazhdova derisa këmbët nuk më mbantën dot, dhe vetëm atëherë u ndala. Rash në gjunjë, frymova me vështirësi, koka më rrotullohej, por isha jashtë, isha i sigurt për momentin. Nuk kaloi shumë kohë para se të dëgjoja lajmin. Një tjetër person kishte marrë atë apartament me qira. Një djalë i ri, rreth 20 vjeç, kishte ardhur nga një qytet tjetër. Nuk e dinte historinë, askush nuk ja kishte thënë. Dhe unë nuk e paralajmërova. Nuk e di pse. Ndoshta sepse mendoja që nëse thoja diçka, askush nuk do të besonte. Ndoshta sepse mendoja që ai do të ishte më fat. Ndoshta sepse thjesht nuk doja të kisha përgjegjësinë. Por thellë brenda e dija që kisha gabuar. Një javë më vonë e pash në rrugë. Ishte duke ecur ngadalë, me kokën ulur, me syt lodhur, dukej sikur nuk kishte fjetur për ditë, dukej sikur diçka e kishte konsumuar nga brenda. E ndala. Ti jeton në atë apartament apo jo, në katin e tretë? Ai më vështroi me sy të zbrazët. Nuk tha asgjë, vetëm bëri po me kokë. Duhet dalësh nga ty, duhet ikësh, tani. Ai buzëqeshi, por nuk ishte buzëqeshje normale, ishte e çuditshme, e lodhur, e dorëzuar. Nuk mund, tha me një zë të ulët. E kam provuar, por çdo herë kur dal, ndjej sikur diçka më tërhiq përsëri, sikur diçka nuk më lë. Zemra filloi të mrahte më shpejt. Ke dëgjuar gjëra? Ke parë diçka? Ai nuk u përgjigj me njëherë, vetëm vështroi larg në horizont, me një shprehje që nuk e kuptova dot. Çdo natë, tha i ngadalë, çdo natë në orën 03, tinguj, hapa, frymëmarrje, dhe ajo. Kush? Vajza, tha i, ajo që vdiq atje, ajo që nuk mund të largohet, më flet, më thot që është e vetme,
që ka nevoj për dikësh, që unë jam ai dikush. Ndjeva një të ftoht që më zbriti për gjatë shpinës. Jo, tham me zë të ashpër, mos e dëgjo, ajo nuk është më ajo, diçka tjetër e kontrollon, diçka më e keqe. Ai u kthye dhe më vështroi, dhe për herë të parë e pash fytyrën qartë. Dhe ajo që pash nuk ishte vetëm lodhje, ishte diçka tjetër, diçka që fillonte të ndryshonte. Syt fillonin të bëheshin më të zbrazët, më të ftoht. Unë nuk e di nëse dua të dal më, tha i ngadalë, sepse kur jam atje nuk ndihem i vetëm, ndihem si në shtëpi. Jo, thirrja, jo, nuk është shtëpi, është kurth, është... Por ai u kthye dhe filloi të ecte përsëri, ngadalë, sikur këmbët nuk e dëgjonin plotësisht. Dhe unë nuk e ndala, sepse e dija që ishte shumë vonë. Ai tashmë ishte i humbur. 2 javë më vonë dëgjova lajmin. Ai ishte gjetur i vdekur në apartamentin e tij, në krevat, me sy hapur, në pozicionin sikur kishte qenë duke pritur dikësh. Asnjë shenjë dhune, asnjë shenjë sëmundjeje, vetëm i vdekur në orën 03. Dhe tani kam kaluar muaj që nuk fle mirë, sepse çdo natë kur afrohet ora 03, zgjohem dhe dëgjoj. Dhe ndonjëherë mendoj që dëgjoj diçka, përshkëllima të largëta, frymëmarrje të ngadalta, një zë që përshpërit emrin tim, dhe më të frikshmen, një ndjesi që dikush po më vështron nga errësira, që dikush po pret, që dikush di ku jam. Dhe ndonjëherë, kur shoh në pasqyrë, mendoj që shoh diçka pas meje, vetëm për një moment, vetëm për një sekond, por mjaft për të ditur që ai nuk ka mbaruar, ai ende po kërkon. Dhe ndoshta unë nuk e shpëtova vërtet, ndoshta thjesht ja zgjata, ndoshta një natë, kur ora të bjerë 03, ai do të kthehet, dhe këtë herë nuk do të ketë asnjë që të më shpëtojë.